Besimin e pafajësinë e tyre ishte më i hekur se sa këtë akuza e padrejtë. Në muajt e fundit, çdo orë, çdo minutë, priste që babi t'ja hapte derën e spitalit. Nuk u dorëzua dhe u rikthy në jetë disa herë. 3 orë bashkëbisedim atë ditë ju bën 3 orët më të rëndësishme të jetës së tij. Një bisedë babë e bie. Që të dy e kërkonin lirinë. Dhe vdekjen e shpejtë të gjyshit e pashën të tyren e babit kur dolin nga spitali. Gjyshi i mbjetoi të gjithë vuajtjeve, dhimbjeve në për të cilat kaluam si popull. Por, këto 4 vite nuk i mbjetoi vuajtjeve dhe dhimbjes nga padrejtësia. Një sëmundje e pashërueshme për njerëz të fortë, krenar dhe me dignitet. Dhe siç thoshte shpesh gjyshi, me vdek pa u korrit. Gjysh, asot nuk jemi korrit. Fatkeqësisht, babi nuk e lejuan të jap lumturën e fundit bashkë me ne sot. Nuk e lejuan t'ia gjojë në grosht të dhejot të Drenicës mbi varr. Por, në vend të babit, sot ka ardhur Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Luvina. I madh dhe i përjeshëm do të jetë ndihmimi ynë për ty gjysh. Miq e familjar të pranishëm. Për ne, gjyshi ishte kështjellë e pathyeshme e urtësisë dhe e dashurisë. Ai na mësoi se bashkimi është qelësi i çdo fitore. Dhe personifikimi i këtij bashkimi janë krerët e UÇK-s në Hagë. Ta ndjekum shembullin e tyre për të bashkuar sërish për fitoren e radhës mbi padrejtësi. Ju falenderoj të gjithëve që keni mbështetur familjen tonë, familjen Kadri, të Bacit Jakub, të Agjit Req dhe familjet të gjithë atyre që po mbahen në Hagë. Për respektin dhe ngushëllimin tuaj. Jam të mirë gjysh, prejo në paqe.